Shtohen zërat kritik në radhët e mazhorancës. Edi Ramës i ka dalë kundër edhe Pandeli Majko, jo për protestat, por për konsulatën serbe në Shkodër. Qëndrimi i Majkos vjen pas atij të ish-ministrit të jashtëm Ditmir Bushati, i cili reagoi ashpër ndaj raportimeve për një marrëveshje në parim mes Shqipërisë dhe Serbisë për hapjen e përfaqësive konsullore në Shkodër dhe Bujanoc. Të dy ish-zyrtarët e lartë të së Majtës ngren pikpyetje mbi vendimin, duke e parë atë përtej një çështje të zakonshme konsullore. Majko përmes një reagimi vendos në qendër të diskutimit raportin mes hapjes së një konsullate serbe në Shkodër dhe një përfaqësie shqiptare në luginën e Preshevës, duke argumentuar se dy rastet nuk mund të trajtohen si të barazvlefshme. Konsullat serbe në Shkodër, konsullata serbe do të ketë më rëndësi se sa vetë minoriteti. Kundrejt hapjes së konsullatës serbe në Shkodër, do të hapet konsullata shqiptare në luginën e Preshevës. Krahasimi është më shumë se një ironi. Lugina e Preshevës është një vazhdimsi territoriale e banuar nga shqiptarët e mbetur në sovranitetin e Serbisë. Konsullata në luginën e Preshevës shmang Kosovën. Në Shkodër, konsullata serbe ka malin e zi në mes. Për Shqipërinë duket se konsullata është trajtuar si shprehje e interesit standard. Për Serbinë që nuk njeh sovranitetin e Kosovës dhe diskuton identitetin e malit të zi, është diçka tjetër. Serbia në Shkodër ka marrë më shumë se një konsullat, shprehet ai. Reagimi i Majkos vjen në një moment kur çështja ka hapur debat mbi marrëdhëniet shqiptaro-serbe dhe mënyrën se si Tirana duhet të trajtojë raportet me Beogradin. Ish-deputeti e vendos tekstin te konteksti rajonal dhe qëndrimet e Serbisë ndaj Kosovës dhe Malit të Zi, duke e konsideruar hapjen e konsullatës në Shkodër si një zhvillim që sipas tij nuk mund të shihet thjesht si një çështje administrative. Qëndrimi i Majkos është veçanërisht i rëndësishëm për shkak të profilit të tij politik, pasi ai vjen nga e njëjta forcë politike me kryeministrin Edi Rama. Në këtë mënyrë, kritikat ndaj hapjes së konsullatës serbe nuk po vijnë vetëm nga opozita, por edhe nga figura jashtë mazhorancës, gjithashtu edhe nga ish-zyrtarë të lartë të së Majtës. Më herët edhe Ditmir Bushati kishte shprehur shqetësimin e tij për këtë çështje. Ish-ministri i jashtëm deklaroi se shpresonte që lajmi i bërë publik nga pala serbe të mos ishte i vërtet, duke e konsideruar një konsullat të Serbisë në Shkodër si të gabuar si në planin strategjik ashtu dhe në atë taktik. Bushati argumentoi se një përfaqësi e tillë nuk do të pasqyronte realitetin historik dhe peshën e minoritetit serb në zonën e Shkodrës, ndërsa ngriti pikpyetje edhe për klimën politike në rajon. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë Marko Đurić ka deklaruar se Beogradi dhe Tirana kanë arritur një marrëveshje në parim për hapjen e përfaqësive konsullore në Shkodër dhe Bujanoc.